Hetimi ka filluar mbi bazën e informacioneve të ardhura nga autoritetet finlandeze. Nga ana jonë është vlerësuar ky informacion dhe në qershor të vitit 2023 është regjistruar dhe procedimi penal. Nga ana e prokurorisë posaçme gjatë muajit maj është dërguar kërkesa për caktim mase sigurimi për 11 persona dhe nga gjykata e posaçme e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me vendimin numër 52 datë 2/6/2025 është pranuar kërkesa e prokurorisë posaçme duke caktuar masa e sigurisë për 11 persona, arrest në burg, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale. Menjëherë, nga ana jonë janë nxjerrë prokurorët e posaçëm janë nxjerrë urdhrat e ekzekutimit, duke ngarkuar me zbatimin e tyre hetuesit e byros kombëtare të hetimit dhe oficerët e policisë gjyqësore të detyrisë përgjithshme të policisë së shtetit. Si rezultat i veprimeve të shpejta, u bë e mundur zbatimi i masës sigurimit deri më tani i 9 personave. Dhe po vazhdon puna për të bërë të mundur dhe arrestimin e 2 personave të tjerë. Gjatë zbatimit masave të sigurimit nga oficerët e policisë gjyqësore dhe hetuesit e byros kombëtare të hetimit është bërë e mundur sekuestrimi i disa automjeteve, konkretisht 8 automjeteve, telefona celular dhe shumë dokumentave ku një pjesë e konsiderueshme e tyre konsiderohet me vlerë për hetimin, pasi janë dokumenta në gjuhën finlandeze dhe ka të dhëna në lidhje me aktivitetin kriminal të vetë personave.